Ne do të shohim para se ta mbyllim edhe njoftimin më të fundit në lidhje me parashikimin për sa i përket kushteve atmosferike në vendin tonë për ditën e sotme, por gjithashtu edhe për ditën e nesërme, ditën e mërkurë do të vijojnë rreshjet me intensitet lartë në të gjithë vendin, ndërkohë në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, në Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël, malor dhe rëshkitjeve të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe, mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuar e rrezik të shtuar për përmbytje në vazhdim ditës sotme dhe të nesërme do të ketë në lumenjt të Drinos dhe të Bistricës. Intensiteti i lartë i rreshjeve në ditët në vim do të sjellin rritje të prurjeve në lumenjt e mëdhenj dhe të mesëm, Drimbuna, Mat, Ishëm, Erzen, Shkumbin dhe në Vjos. Ndërkohë pas ditën e sotme dhe nesër, ditën e mërkurë, rreshjet intensive do të jenë në mënyrë të veçantë në qarqet në Vlorë dhe në Gjirokastër, ndërsa në qarqet të tjera priten rreshje intensive deri lokalisht shumë intensive. Në të gjithë territorin rreshjet do të shoqërohen me shtrëngata, ndërkohë temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijë në Bregdet ka 14 deri në 18 gradë Celsius, në vendet e ulta 12-17 gradë, ndërsa në vendet malore nga 9 deri në 12 gradë Celsius. Ditën e sotme dhe ditën e nesërme, era pritet frymë mesatare deri e fortë, kryesisht në Bregdet. Dhe me këtë informacion në lidhje me parashikimin e motit për shkak të përkeqësimit të situatës si pasojë e rreshjeve, e mbyllim Skan Live edhe për ditën e sotme.